Zarfi i zi është një tregues I cili mund të ketë një përjashtim për një apo për disa banor të cilët kanë përdorur gjuhë të papërshtatshme, si fyerje, ofendime, bullizime kundrejt një banori apo disa banorëve të tjerë, apo kundrejt një komuniteti të caktuar qoftë fetar, racor, ideologjik apo ndjenjave të tyre. Zarfi i zi vjen edhe kur një apo disa banor përdorin dhunë verbale apo fizike, gjë që çon në përjashtim të menjëhershëm dhe të përhershëm të X banorit apo të X banorëve. Zarfi i zi nuk është një lojë, por është një gjë shumë serioze për të cilën vjen ai. Zarfi i zi zakonisht rrezon çdo televotim që është për të eliminuar banorët që janë në televotim. Në Big Brother VIP Albania, edhe pse në të kaluarën ka pasur zarf të zi dhe janë përjashtuar nga gara banor të cilët kanë përdorur qoftë gjuhën e urrëties apo edhe grushte, të njëjtët banor janë rikthyer sërish në lojë pas një televotimi të bërë nga ana e produksionit Prime më vonë. Ndërsa në Big Brother VIP Kosova në të kaluarën nga zarfi i zi janë eliminuar banor të cilët më nuk kanë hyrë në lojë për të qenë pretendent për çmimin e madh.